Kjo është pika më e afërt mes Shqipërisë dhe Korfuzit, fakt Shqipërisë dhe Greqisë, mes pjesës së Ksamilit, zonës para Ksamilit dhe ishullit të Korfuzit. Është pika më e afërt, madje nëse do të shkonin këtë drejtim, do shihni që përballë është kisha e famshme, ishulli Kish, i cili pra ishulli ku ka edhe një farë, në fakt dhe një faltore, dhe më pas shkëmbi i Barketës, i cili është shkëmbi ku zhvillohet debati më i madh për ndarjen e kufirit mes Shqipërisë dhe Greqisë. Por në këtë ngushticë që njihet si kanali i Korfuzit, pra përballë kam Korfuzin dhe këtu vi në territorin shqiptar, pra shiheni sa është, duhet jetë më pak se sa 2 kilometra, ndoshta diçka më shumë. Në këtë ngushticë ka ndodhur një prej incidenteve më të famshme të historisë moderne të Shqipërisë dhe i sherrri më i madh mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Kjo është pika ndoshta më e afërt, mbase diçka më tutje, por eksaktësisht në këtë zonë këtu ka ndodhur ai që rëndom ne e njohim si incidenti i kanalit të Korfuzit. Po çfarë ishte incidenti i kanalit të Korfuzit? Si ndodhi dhe pse ai mbajti peng marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe për më shumë se sa gjysmë shekulli? Historia nis menjëherë pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Në vitin 1944, Shqipëria dhe Britania 45 filluan të kishin tensionet e para që reflektonin tensionet që vinin nga lufta e ftohtë. Britanikët ishin të vendosur në Korfuz mbas shpinëstime me marinën e tyre, ndërkohë që Shqipëria përballë filloi të prishte marrëdhëniet, pra filloi të tensiononte marrëdhëniet me britanikët. Në maj të vitit, eksaktësisht në fakt, në 15 maj të vitit 1946, 2 anije britanike që po vinin nga ky drejtim, nga kanali i Korfuzit, kaluan në ujërat e pretenduara territoriale të Shqipërisë. Kur them ujërat e pretenduara territoriale të Shqipërisë, sepse Shqipëria pretendonte që në atë kohë ujërat ishin të tonat. Në një hapësirë prej rreth 12 miljesh, po këtu gjithë diferenca nuk është më pak se sa 2 milje. Ndërkohë që anijet po vinin, disa topa bregdetar shqiptar të vendosura në këtë zonë dhe të instaluar nga jugoslavët, hapën zjarr ndaj anijeve britanike duke pretenduar që kishin hyrë në ujërat territoriale të Shqipërisë. Kemi parasysh që ishte ende pjesa mbas luftës dytë botërore dhe Britania dhe Bashkimi Sovjetik ende konsideroheshin aleat pavarësisht se lufta e ftohtë kishte nisur. Anijet britanike kaluan ato, nuk ju përgjigjen zjarrit, po njoftuan Shqipërinë që nuk duhet të godiste më. Shqipëria përveç kësaj filloi të kishte një shqetësim që anijet britanike mund të rikalonin sërish në këtë territor shumë të ende të diskutuar dhe të pandar, edhe sot është ende i pandar, pra thuajse 80 vjet eksaktësisht më pas, dhe me ndihmën e jugosllave në heshtje dhe pa dijenin e tyre, minuan të gjithë bregdetin e zonës së Ksamilit që nis nga Kepi Stillos, Ksamili, zona e Aramerasit sotëm, zona e Kep Merlit dhe deri në afërsi të Sarandës. Ata minuan pjesën e bregdetit në atë territor që i konsideronin ujëra territoriale shqiptare. Minimi u bën heshtje, britanikët nuk morën vesh kurrë që ujërat ishin të minuara. Në 22 tetor të vitit 1946, 2 anije luftarake britanike, ndër anijet luftarake më të mëdha që Britania kishte në këtë zonë të detit Jon, tentuan të lëvizin nga qyteti i Korfuzit, pra qyteti i Korfuzit është eksaktësisht atje përballë për kanalin e Korfuzit për t'u larguar përballë gjirit Sarandës në atë drejtim ku ndodhet tani një anije e madhe, nuk e di çfarë është ajo, duhet jetë një traget. Por nuk arritën të kalojnë. Në momentin që 2 anijet ishin duke kaluar në këtë ngushticë, eksaktësisht në këtë vend, ato ranë në mina detare. Të 2 anijet u shkatruan. 44 marinar britanik humbën jetën. 42 të tjerë u plagosën, disa shumë rëndë dhe tjerë me lëndime më të lehta. Anijet u mbytën duke ngjallur një reagim të jashtëzakonshëm Britaninë e Madhe. 44 jetë të humbura brenda një momenti. Pra anija e para në mina, e dyta shkoi në ndim dhe ra dhe ajo në mina.
Britanikët akuzuan Shqipërinë që ose i kishe vendosur, ose kishe dieni dhe nuk kishe njoftuar për minat detare. Në 3 nëntor të vitit 1946, Britanikët hynë në ujërat territoriale shqiptare dhe bën çminimin e plot pa pyetur për sovranitetin e ujërave shqiptare. Ndërkohë që po atë vit qeveria shqiptare refuzoi që të njihte përgjegjësinë e saj dhe Britania e çoi në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Çështja e parë që gjykata ndërkombëtare e Hagës gjykoi, çështja e parë fare në historinë e saj, menjëherë pas krijimit, ishte Britania e Madhe kundër Shqipërisë për kanalin e Korfuzit. Shqipëria mbroi nga një avokat francez i quajtur Pierre Coti, ndërsa Britania kishte dërguar një nga avokatët e saj më të mëdhej. Çështja zgjati 3 vjet. Në vitin 1949, gjykata ndërkombëtare e Hagës vendosi që Shqipëria kishte dieni për minat dhe që duhet i paguante Britanisë një dëmshpërblim prej 848.000 sterlinash, që i bie afërsisht me 1 milion e ca dollar të sotëm, për dëmshpërblim për anijet dhe jetët e humbura. Ndërkohë që Britania e Madhe u njoh përgjegjëse për hyrjen brenda territorit dhe ujërave territoriale të Shqipërisë për të bërë çminimin në 3 nëntor të vitit 1946. Shqipëria nuk e pranoi verdiktin e gjykatës ndërkombëtare të Hagës, nuk pranoi që të paguante dëmshpërblimin. Atëherë britanikët vendosën të bllokojnë arin shqiptar që ndodhej në bankën e Londrës, i cili ishte vjedhur nga gjermanët, ishte depozituar në një minier kripe në Gjermani në shënimin që ishte ari shqiptar, më pas kur britanikët dhe amerikanët e kishin gjetur e kishin transferuar në bankën e Londrës. Mosmarrveshja mes Shqipërisë dhe Britanisë qëndroi për 40 vjet afërsisht. Në vitin 1993, marrëveshja u zgjidh. Shqipëria pranoi verdiktin e gjykatës ndërkombëtare të Hagës dhe i pagoi Britanisë dëmshpërblimin prej 848.000 lira sterlina plus interesat e papaguara të 40 e ca viteve. Nga ana tjetër, Britania lëshoi pjesën e mbetur të arit shqiptar të Londrës dhe e ktheu atë mbrapsht në Shqipëri. Mbasi dhe amerikanët morën një pjesë të dëmshpërblimeve të qytetarëve amerikanë të shpronsuar padrejtisht nga regjimi komunist. Në shkurt të vitit 1991, një nga krerët më të rëndësishëm komunist që kishte vuajtur dhe ai, Bedris Pahiu, bëri një artikull gjatë në gazetën Republika duke e titulluar Bedris Pahiu revizionon Bedris Pahiu. Ai deklaroi që ishte i gatshëm të dilte dëshmitar në gjyqin e Hagës për të vërtetuar që minat ishin vendosur nga jugoslavët me dieninë shqiptare, madje me një prani të vogël personeli shqiptar brenda anijeve jugoslave. Incidenti i kanalit Korfuzit është një prej incidenteve që krijoi konflikt gjysmë shekullor mes Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë dhe që u zgjidh vetëm me rrëzimin e regjimit komunist. Ndërkohë, Britania e Madhe konsideron atë incidentin e parë real të luftës ftohtë, incidentin e parë i cili përballi perëndimin kapitalist me lindjen komuniste. Në këtë zonë eksaktësisht, në zonën e kanalit të Korfuzit, ndoshta eksaktësisht tu përballë ka ndodhur një prej incidenteve më të mëdhej dhe më të fortë të luftës së ftohtë.